e hasa, le të themi, online, si fillim, dhe pastaj më ftoi dhe motra, Debora, sepse ajo do ishte pjesë. Edhe ajo tha që hajde bashko me mua dhe mamin dhe të shkojmë. Ka qenë një proces shumë i lezetshëm, sepse kur mendon një retreat ose konferencë, çdo gjë e skeduluar, çdo gjë ka atë momentin e vet, dhe mendoja shumë ndryshe nga se ç'ishte në të vërtet thuri. Mendoja diçka që ne do mësojmë edhe ne do marrim këto mësime dhe do i praktikojmë në një mënyrë tjetër nga çfarë ne bëm atje. Edhe jam ndier shumë ngrohtë si fillim, edhe nuk e prisja që ky komunitet ose ky grup njerëz që u lidh së bashku të vazhdonte kaq gjatë, sepse zakonisht çfarë ndodh është që bëhet ky retreati ose konferenca dhe pas 2-3 javësh zbehet si gjë dhe humbet. Ndërkohë që me thurin ka ndodhur e kundërta dhe thjesht jemi forcuar dhe jemi lidhur më shumë me njëri tjetrin dhe komuniteti vazhdon. Kështu që një eksperiencë shumë e mirë që jam e sigurt do vazhdoj për mëtej dhe do rritet si komunitet dhe grup. Zakonisht në fëmijëri çfarë mbaj mend më shumë është zbukurimet. Mami ishte shumë e apasionuar ta bënte shtëpinë si ato dyqanet që shesin bredha dhe zbukurime. Edhe ajo ka qenë një moment kyç, le të themi, që unë e mbaj mend shumë mirë, sepse edhe ne përfshiheshim në zbukurimin e shtëpisë. Po një moment tjetër ka qenë gjithmonë dhe dramat që ne bënim në kishë si fëmijë dhe që mami na drejtonte. Edhe një moment ka qenë pikërisht kur vjen Angeli Gabriel dhe i thot Mari mos ki frikë, sepse ti të kesh një djalë dhe emrin do ja vesh Jezus, edhe e mbaja mend shumë herë kur e praktikonim në prova. Dhe kjo është një moment kyç për mua, mendoj, dhe Krishtlindja në vetvete nuk është se tani është më shumë fokusohet te zbukurimet, kjo atmosfera e bukur e dimrit, po në vetvete në thelb është që ajo rahje zemre e vogël që nisi në Betlehem do të shkonte në kryq një ditë, do të stoponte dhe pastaj do të niste përsëri pas 3 ditësh. Që ky është thelbi, mendoj, i Krishtlindjes, që nisi një jetë që do vdiste për ne, për jetët tona.